si historian dhe njoh sikur e thatë edhe ju i mjaft mirë i këtyre proceseve demokratike. Më jep një koment për atë që ndodhi dje në Rom në takimin e përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, ku përmend në mënyrë indirekte edhe Greqia. Pra, si shikoni afrimitetin në krahasim me Italinë, pra në krahasim me Greqinë, por edhe asaj që tha Meloni, që e di që keni pas fërkime me Greqinë, por besoj që Mitsotakis nuk do bëhet problem për negociata 2028-ën, për mbylljen e tyre. Pra raportet të tanishme dhe asaj që mund të presim. Duhet të themi që Italia me Greqinë gjithmonë kanë përplasje të tilla rreth Shqipërisë, kur do të kontrolloj politikisht, ekonomikisht Shqipërinë. Deri sot, përsëri them unë, këtë luftë ka fituar Greqia. Edhe ajo Greqia ka fituar mas viteve 90 e këtej, gjithmonë luftën midis Italisë për të përfituar ekonomikisht dhe politikisht nga Shqipëria e ka fituar Greqia, dhe unë kam qef të jem i drejt për drejt me dëgjuesit, me shikuesit dhe me shqiptarët. Edhe këtë ato janë lojrat kryeministrit Rama. Nëse ne do t'i hapim letrat, qeveritë shqiptare kanë pasur 40% të drejtuesve ministra, gjithmonë shtetës shqiptare me komsi greke, me shpirt e zemër nga Athina. Po tani gjithë flasin italisht. Është gjë tjetër fasada që duket e jona që ne na duket italisht. Po le të marrim zëvendës kryeministër nga Vjen, po le të marrim Vengun nga Vjen, po le të marrim zëvendës ministrën e jashtme nga Vjen. Ju lutem, unë nuk dua të hyen këtë pjesë. Kujt komsi i përkasin. Dhe normal një njeri që i përket komsisë të një vendi tjetër, dhe në fillim do i shërbej atij vendi, le të jetë shteta si kujt është shteti. Le të marrim se sa aktive është shërbimi i zbulimit grek në Tiranë, po le të marrim kontrollimin e kishës ato që falet të Shqipërisë, kush e kontrollon? Pra, Italia nuk është aq e fortë apo aq me ngulm të kontrollojë pjesën politike, ekonomike të Shqipërisë. Ja, bën një lloj kështu, nuk bën. Neve për shembull si Shqipëri ka lutje dhe kërkesa zoti Rama që të rivendos dhe njëherë, jo të vendos, po rivendos bustin e general Telinit që ne jemi mirënjohës për vendin e kufijit aty ku është vend tani për tani. Dhe nuk është marrë një vend busë, ndërsa janë vendosur me 10 buste anti-shqiptare në jugun e Shqipërisë nga ata oficerë grek që kanë bërë masakrën ndaj shqiptarëve dhe ne i vendosim buste. Duke filluar dhe nga busti i Mitsotakis që e vuni Rama e shumë buste të tjera. Kurse një bust ta rivendosim dhe njëherë them, ta rivendosim, zoti Rama nuk e rivendos bustin e general Telinit që ne jemi mirënjohës atje ku është në botën tjetër që dha jetën e tij për kufirin greko-shqiptar në komision që ishte. Pra, është fasad. Përsëri u ngelem që Greqia e kontrollon Shqipërinë si nga ana ekonomike dhe nga ana politike. Po përsëri ngelem luftëtar që nuk dua të jenë pjesë e Bashkimit Evropian me kushtet që Greqia ja ka vendosur Shqipërisë dhe ndër vite ka përfituar, siç janë ndërtimi 8000 varreve fallse në jugun e Shqipërisë, fitimin e shumë gjëra të tjera, njohja e 9 minoriteteve në Shqipëri, acarimet që krijon në imar fallse që bëhen, sepse po ti shikojmë minoritarët grek në jugun e Shqipërisë që janë në Dropull apo në Gjirokastër nuk janë aq acarues dhe aq provokativ, përkundër e duam në Shqipëri më shumë se mercenarët shqiptar të Himarës. Në Himar kemi mercenarë shqiptar, nuk kemi janë shqiptar, por mercenarë që punojnë për Greqinë. Prandaj them, bile edhe ka një përplasje midis himariotasve që hiqen si grek dhe grekëve të vërtetë të Dropullit. Shikoni përplasjen ndër vitet të zotit Barka, Panajot Barka me Fredi Belen dhe shumë të tjerë, po ju nuk i ndiqni mediat greke dhe ato forumet e këtyre pakicës greke. Prandaj them, ajo e djeshme ka qenë një fasad, kryeministri i Italisë ka pas me të drejtë, po përsëri mbi kokat tona qëndron Hanxhari grek në lidhje me shtyjen e kufirit dhe pretendimin e tyre që i kanë për jugun e Shqipërisë, e kanë në bazë të kushtetutës, në bazë të ligjit luftës që nuk e kanë hequr, për shembull me Italinë ligjin e luftës Greqia e ka hequr vite më parë, kurse me ne e mban, edhe pse jemi anëtarë të NATO-s, dhe unë ja kam thënë në për intervistë zotit Rama, duhet bësh një kërkesë në NATO. Ne jemi 2 shtete në një ushtri të përbashkët dhe pjesën ajrore të Shqipërisë e ruajnë aeroplanët grek të NATO-s, kur Greqia mban një ligj fantazëm, juridikisht e mban, jo praktikisht, të luftë që kur të doja ajo nis, pa folur që në 97-ën Greqia futi rreth 1000 trupa ushtarak grek, civila erdhën dhe rinë në shtëpiat e minoritarëve grek në jugun e Shqipërisë për të nisur një shkëputje të jugut të Shqipërisë. Por ka qenë atëherë Çiller, kryeministja e Turqisë në atë kohë, që vuni kufirin aty ku duhet të jetë. I tha, nëse ju hyni kështu ne për 24 orë vim në Athinë. Prandaj them edhe një herë
Thetrat është vështirë që të hiqen te Greqisë, pavarësisht edhe këtyre marrëveshjeve të fundit, por edhe tjera që mund bëhen me Italinë, investime më the thash. Greqia ushqen dhe mban trupin e saj votues dhe kombëtar Greqi me çështjen e autonomisë së Vorë e Pirit apo aneksimin e jugut të Shqipërisë. Pa atë Greqia pastaj nuk ka asgjë. Me këtë man dhe trem popullin e saj që është multietnik atje, ku përbëhet nga grek, nga shqiptar, nga slav përbëhet, nga armen përbëhet, nga hebrej përbëhet, nga turq përbëhet edhe ata. Kurse Greqia thotë jemi 100% të pastër grek. Prandaj them që ajo e djeshme midis dy kryeministëve e ka pas të drejtë kryeministri e Italisë Meloni këtë gjë që e ka thënë. Unë nuk besoj se është në një pozicion të fortë miçotaqësi që të vej veto, por do kërkoj diçka nga Shqipëria. Jam i bindur që do kërkoj diçka nga Shqipëria, po mos harroni, qeveritarët tanë shumica përbëhen nga shteta shqiptar me kombësi greke. Po edhe për ta mbyllur se ju mora shumë kohë, çfarë mund të kërkoj? Gjithmonë për avancimin që në një të ardhme aneksimin e jugut të Shqipërisë, që i thojmë Vorja e Pirë. Jo në det, por e keni fjalën në tokë këtë rast, jo në det, po në tokë. Detin veç e kanë marrë ato, sepse 12 mile që është aprovuar para 2-3 vitesh në parlamentin grek, kufiri me Shqipërinë është veç është vendosur ajo. Ne kemi heshur se nuk kemi as flotë aeroplanësh, as flotë detare që ta mbrojnë kufirin detar. Ne mbrojmë me anijet huaja. Tani do t'i provojmë në Pashaliman. Po prandaj po them, edhe një deputat për grekët, portet e gjitha i kontrollojnë grekët, gjithë jetën e biznesit shqiptar kontrollojnë grekët, për fatin e keq. Edhe pse janë një shtet i varfër vetë, ato investojnë shumë, duke shikuar dje ke pensionet e rreth 30.000 shtetas Shqipëri që u japin 350 euro në muaj pension, vetëm 3 aty, edhe të majnë atë frymën e tyre që ka grek tu, ka grek, se s'ka, se rinia e jugut Shqipërisë që ka kombësi greke veç kanë ikur në Londër, në Zvicër, se i ndjek ato, nuk ka atje rini, atë kanë pleq. Që të shkretët kam pas një opinion dhe kulturë me vllazëri me shqiptarët, edhe të shkretët kur shkojnë atje ndihen shumë keq. Zoti Llava, faleminderit shumë për gjitha çështjet që diskutuam. Faleminderit dhe juve të keni një shtunë të diel të mbar. Faleminderit. Beni